Elsa, po kthejna edhe njerë të ajo pjesa e praktikës, sepse s'kam qef mi u me të bërë shikuzve. A ka ndaj aktivitet që mundemi pa shpenzimet mëdhaja, me e bona me fëmijët, me i stimulu, me fol. Për shembull përmes letrave, përmes ngjyrave, jepna ndaj praktik mu edhe këtë prindve që po na ndjekin. Fatmirësisht tash kemi qasje në shumë lodra e stane të ndryshme që mundemi me i përdor edhe në shtëpi. Mundemi me i përdor karta të ndryshme që përfshijnë për shembull figura, kafsh, pemë, perime, çka fjalë domethënë thjeshta. Që mundemi me ja mësu fëmijëve, do me thonë, ja tregon edhe si foto dhe si objekt që shdohet, edhe ja mësën edhe që shqiptohet, edhe do me thonë, tu insistu, tu punu me fëmijën, edhe ja mësën që ato fjallë. Ose lodrat ndryshme, për shembull puzzles, e fëmijëve zakonisht ju pëlqejnë që ato, edhe ato mundemi me i përdor, që ndoshta fëmijëve pak edhe mja bo edhe ma interesant, edhe që ata pastaj me u stimulu prej atyre, edhe do me thonë është ta pak ma me qef pastaj edhe mi bo ato aktivitete edhe me zhvillu të njëjtën kohë dhe komunikimin.